që kjo ka një komponente, po themi të ndikimit geopolitik, apo të ndikimit, po themi, të Ramës tek administrata Trump. Kjo është e vërtet, megjithëse për hir të vërtetës ishte diçka e negociuar kur nuk di enda fitonte sfitonte Trump, ja? Se do duhet ta llogarisim edhe këtë. Por që ka këtë komponente, e ka këtë përbërës, pra që Rama, madje vendime u morë pikërisht për këtë arsye, u morë në fund të vitit. Qartë. Por, shikoni skenarin tjetër, se ai po investon edhe në Serbi, edhe ati ka kontestime, ka probleme, po i diskutohet edhe procedura dhe ajo vërtetësia e njëri për të elementet të procedurë. Imagjinoni sikur ai të investonte vetëm në Serbi. Në pikpamjet geopolitike, ne do duhet shqetësoheshim që pra që serbët i ofruan një vend si ai në qendër të kryeqytetit tyre, në një zonë bombarduar nga NATO. Në zonë bombarduar nga NATO. Jo, pikërisht për të... Vučići. Vučići. Është i njëjti model. Pikërisht pra, po Vučići... Me zgjidh probleme kështu. Falë, pra, Vučići, nëse do kishte vetëm Serbi, ne do duhet shqetësoheshim, mendoj unë. Se nuk shqetësohet ne jemi vendet vegjël Ballkanit, që nuk... Edhe të tjerë shqetësohen, është arsye pse filloi edhe shtypi grek, merret me këtë. Grek është marrë me këtë. Shtypi grek me të punë merret më. Do me thënë, ti thuaj që Rama e ka një investim strategjik për të forcuar... Këte e ke pjenë, falë, o të thash 7 argumenta, po këte e ke vetin më të madhe... Vetëm e këtë argumentu mora unë të tjerat... Jo, kjo është thjeshtëzim, dhe për shkak të thjeshtëzimit... Jo, pra, nuk është thjeshtëzim, ka vënde... Thash, unë mora 7 argumenta. Ka vënde që e bëjnë këtë. Jo, të tash ka 7 argumenta. Për mua, për shembull, është qetësuese që Serbia të kishte akses tek familja e presidentit nëpërmjet një investimi me karakter simbolik më të madh se sa Shqipëria. Pra këtu kuptim shpeshherë vendet i krijojnë, po Vučići profesor Serbin tani unë e kuptoj që për lehtësitë, domethënë e kuptoj thjeshtëzimin, po thjeshtëzim kur janë 10 fakte dhe ti thua do marr vetëm këto fakte se kështu është më thjesht. Thjeshtëzimi është ti kesh 10 fakte ti të sintetizosh, apo jo? Ne më duket, Vučići e përfaqëson Serbin, ka 10 vjet, asa vjet. Po, edhe Shqipërinë Rama e përfaqëson, padyshim. Do me thënë, ne përpara bëm një analizë, që si është kjo në raport me turizmin masiv, me turizmin elitar, sa do jenë kostot, a i leverdis, kjo buxheti Ska analizë, pra. Shqiptar. Dhe, po të shikosh gjithë këtë, që nga fazat e konsultimit publik, bëra farse tjere, kjo tregon që nuk ka një analizë benefitesh për Shqipërinë. Është tek e një njeriu të vetëm, që unë po shkoj të takoj gjeta mundësinë dhënë e Trumpit me anë të Grenelit, vlla qa do t'in Shqipëri. Pra, duket që në zanafil është një interes personal që e ka pjellë gjithë këtë. Dhe prandaj të gjithë këto hallkat e tjera janë shpërfillur. Prandaj, në logjikën time, prandaj ta bëra pyetjen. Kjo është një nga ato qokat, ore, qa të bëj unë të regulloj me melonin, meri zgjidhi këtë tallin melonin. Pra se, fillimi interesimit familjes është para se fushatës amerikane. Bile ati ju kontestua e tha që jo, po t'ishe në rol, pra, ka ndodhur kur ka qenë Biden në pushtet. Lutëm, llogarit e kohër. Pra nuk duhet parë domosdoshmërisht ashtu. Dhe prandaj të përmenda për të qenë super korrekt me faktet që kjo familje Xhajet Kushnerit, ka lidhje edhe me Sorosin, i ka blerë ca radio, një rrjet radiosh publike, etj. Pra, ti dhash të gjithë elementet, por mos i shkëput. Se nuk ndërtohet, pikërisht pra, nuk ndërtohet analizë, thjesht dhe duke marrë vetëm një fakt. Është komplekse gjëja. Biznes bota është një gjë tjetër. Do me thënë kjo, prapë se po duhet të kuptoj që do të thuash. Ti thua që kjo është një rrugë normale biznesi që erdhi ore ka interes. Po këtu është shpallur investitorë, si që i përmendi kjo lloj investitorësh tani, edhe këtë do ta paragjykojmë si që i kemi paragjykuar. Po pra, se kur flasim për punë gjokën, themi u bë investitor se vithe zgjedhjet në Shkodër. Kur flasim për troplinët, themi u bë investitor se mori... Kjo është leximi që ky është ajo që do të sistemi yt i thjeshtëzimit. Ka lloj investitor strategjik nuk e kanë merituar, edhe këtu biem dakord ne. Mi po tani ne nuk mundet me të njëjtën
me të njëjtën pushk, a me të njëjtën çifte, ku diun me dylbi, ti godasim që të gjithë. Mendoj që është më arsyeshme që të analizojmë kur të kemi në dorë llojin e modelit të bashkëpunimit. Po ashtu, ai njeriu që vetë investon aty, kujdeset pak për imazhin e vet. Pra, kujdeset të jetë një model që të ketë në themel një lloj transparence. Kam përshtypjen që procedura që u ndoq mori ca kohë, nuk ishte automatike, ëh? Dhe nuk po veprohet me shpejtësi si mund të imagjinojmë. Nuk kujdeset ai shumë, sepse po pe Serbin, në Serbi u bë skandal, kishin falsifikuar dokumentat shtetërore për t'i dhënë. Pra, këta vinë si në Republika Bananesh. Se ti beson Gardianin ti gjithmonë, sepse Gardiani ka shkruar. Ta vinë në Republika Bananesh dhe ku nuk ka konkurencë, ku nuk bëhet garë, ku njofin të parin e vëndit, dhe thotë, dua këtë tokën këtu. Se nuk shkojnë të bëjnë Francë, në Italia, po ne kemi zonat e bukura. Tani, mendoj që ka që ishim për këtë moment, kemi dy problematikat të tjera, të cilat do të përpiqemi të reduktojmë në jo në shumë minuta. Trump ka zgjatur emergjencën për Ballkanin. Presidenti Trump ka firmosur zgjatjen e emergjencës kombëtare në lidhje me Ballkanin. Ballkanin perëndimor. Çfarë do thotë kjo në praktik? Për non-gradat, është fjala, dhe me gjerë për vendin tonë. Do të përpiqemi të themi në një gjë, çfarë do thotë kjo për Ballkanin dhe me gjerë për vendin tonë. Pra, Trump ka firmosur të njëjtën gjë që ka bërë Bideni. Ka zgjatur afatin. Ka zgjatur afatin në një vit. Që non-gradat do të jenë, nuk do të ketë ndryshime. Do të ketë drejt të shpallë persona non-grata në Ballkan edhe për një vit. Edhe një vitin që këtë vit që jemi, do të ketë drejt për të shpallur non-grata, përveç atyre që kemi. Të majtët të tani kanë interpretimet e tyre. Të dy palët bushat kanë interpretimet të ndryshme. Të majtët thonë që Berishës nuk i qëtë non-grata, pas sa që ndodhi. Dhe është ka bërë argjet kota. Shumë argje që i ka bërë kota. Shpenzimet kota. Por, Berisha thotë që kjo është një gjere që po bëhet për Ramaduro. Për të shpallur Ramën. Për të shpallur Ramën, non-grata. Nuk është për këtë, thotë. Ndaj e morëm në tani që ta hedhim pak në diskutim. Si mendoni ju tani? A duhet të vijoj opozita Bushat të shpresoj për heqjen e non-gratës dhe për shpëtimin që do t'i vi nga administrata Trump? Duke lidhur këtë dhe me diskutimin për Sazanin. Se folëm tani për Sazanin që e mori Dhëndri. Tani Dhëndri del mi fort, këtu. Del mi fort. Po, por problemi është ky, që opozita e ka marrë një lloj suksesi.